Mbylli me lajmin e tretë, që ky është këtë lajm e kanë bërë posaçërisht për ty Erian. Burrat e zgjuar. E kanë bërë për burrat e zgjuar, burrat me një nivel të lartë IQ-je dhe intelektual. Po janë zgjuar. Pse? Si ishte kjo thuhet çik? Po, burrat. Ornela, duhet dëgjoja çfarë tha Ornela. Burrat që kanë një nivel IQ-je të lartë, pra janë intelektual. Si puna ime me një fjalë? Po. Puna jote Erion, prandaj tash këtë lajm e kanë bërë për ty. Po, rofsh. Kanë rezultuar që nuk tradhtojnë. Është e vërtetë. Gjasta që të tradhtojnë më shumë kanë këta që nuk shquhen. Është e vërtetë 100%. Beto, Para flamurit, ja. Ja. Është e vërtetë. Unë se besoj. Se beson? Po pse budallash ai të tradhtojnë? Jo, ata që janë të zgjuar, tradhtojnë, me inteligjencë. Tradhtojnë me inteligjencë pa kuptuar. Pra e mendojnë dhe veprimin më keq se CIA amerikane. Që i zhdukin provat në të qinda atje ku s'ta merr mendja të zhdukësh prova, ata e kanë zhdukur. Jo, s'është vërtet, nuk e besoj dot. A mendoni që vazhdon të Nga përvoja ime e tradhtisë, asnjëherë nuk i zhduk dot të gjitha provat. Kështu që është e vërtetë ajo që thot. Burrat e zgjuar nuk tradhtojnë se e kuptojnë që është budallëk të tradhtosh. Është budallëk. Një pyetje kam. Se jam shumë e sigurt. Kam një pyetje. Jam shumë kurioze për përgjigjen, jam shumë e sigurt që ata që na ndjekin janë shumë kurioz. Në qoftë se një nga partnerët tradhton dhe partneri tjetër nuk e zbulon kur tradhtin, se ky ishte i zgjuar, kishte IQ të lartë, bla bla bla. Quhet tradhti apo nuk quhet tradhti, nëse tjetri se marr vesh? Ua, ç'a pyetje. Ua. Ej, të gjithë ndjekësit të na shkruajnë në Instagram, është tradhti kur nuk e zbulon apo s'është tradhti? Ua, sa e madhe. Interesant. Pra në qoftë se ai mëkat vdes me ty, ti e merr me vete. Po që ke mëkatuar njëra të mbaje. Po kjo është pak por e sigurt, po puna është konsiderohet tradhti sepse un kam dëgjuar. Në sytë e Zotit po. Në sytë e Zotit. Foli Zoti. Zoti na fal, triqem. Nuk po flas, po ndiem. Ndihet tradhtia Keli. Ndihet në stomak. Me erë. Mo Keli, si ndihet tradhtia? Era tradhti. Kaq e pati. Jo, Zoti nuk flet dy herë. Zoti flet, po. Tani votoni pak? Votojmë lajmin e parë. Unë turqit nuk i besoj që janë më lajmin e parë, këtu dy lajmet e tjera. Atë të parë nuk e besoj. Na ky i dyti kanë frikë se e fusin gjermanët në një kështu se edhe kryeministrin e kanë pas lakuriq ata një herë. E di unë. Po. Pitëm pjesë ka pas lakuriq. Ajo ka pasur lakuriq që pjesën më të madhe. Vetëm flokët i kishte të mbuluar. Po. Kurse ky lajmi i tretë që ne nuk tradhtojmë me inteligjentët, kjo është shumë e vërtetë. Tradhtia është buallik. Buallik. Po. Sot kemi një surprizë. Po gjeni vet. Ç'do vi? Gjeni vet, jo s'do vi gjë, jo. Po te lajmet ka lidhje me vërtetësia. Ka vetëm janë gjitha të vërteta. Haj, votoni tani. Unë të parin vetëm. Të parin dhe ti dy të tjerë. Unë jam i treti. Ti je i treti? Po, dhe i dyti. Po, edhe i dyti, po. Jo, i dyti, po. Sot ju bardhazi ju plotsoni njëri tjetrin, sepse janë të tre të vërtet dhe sot i keni gjetur bashkë. Sot me tre lajme të vërteta. Sot bashkoni duart dhe bëni një zemër. Si bëhet ajo zemra kështu? Jo. Nana se mos bëndojnë gjë tjetër. Zemra më e bëj aja. Zemra mos e bëjmë. Ajo është e gjeneratës Z. Po dhe unë se bëj do të mirë atë. Adela. Si e mbyll Adela këtë rubrik? Vazhdoni të na ndiqni në YouTube. Ta bëni nga 24-22 milion të javë. Bashkohen. Na votoni shumë, na komentoni se ju duam. Na shani njerë, sidomos. Na shani, po. Pjesa e sharjes e vlerësojmë shumë sharje. Po epri sharje. dhe variante si sillen meshkujt, e kupton? Ti kuptojmë dhe ne dhe ti sillim në studio. Plus përgjigjen e tradhtisë, që shtuan të tre, dhe deri të premten e ardhshme, mos harroni të na votoni, do thoja se jam bërë kështu si politikane dhe unë. Mos besoni çdo gjë që lexoni, sidomos politikanët, mos i besoni, ju lutem.